Të nderuar shikues, përshëndetje. Do jemi së bashku në edicionin informativ këtu në ekranin e kanalit 7, kundër të tjera do të ndiqni. 4 policë të pikës kufitare të Kapshticës arrestohen për shpërdorim detyre, nuk kontrolluan makinën ku gjetën 4 kg heroin. Drejtori i ndërmarrjes së pastrimit në Vlorë dhe disa vartës të tij procedohen penalisht për zjarrin në fushën e mbetjeve, nuk morën masat e duhura. Bie ndjeshën numrit të dy punësuarve në Shqipëri, ekspertët vërejnë se shkak është bërë taksimi dhe përpjekja për të shpëtuar pagesave. Hetimet për trafikimin e 6 kg të heroinës drejt Greqisë çuan në pranga 4 punonjës së pikës kufitare të Kapshticës. Ata akuzohen për shpërdorim detyre pasi nuk kontrolluan automjetin ku zbulua sasia e lëndës narkotike. Ndërkohë policia po verifikon celularin e sekuestruar të shoferit të makinës, i cili dyshohet se punon për një grup kriminal që vepron në Juglindje. 4 punonjës policie në pikën kufitare të Kapshticës kanë rënë në pranga për shpërdorim detyre, pas aksionit që u zhvillua mesditën e të shtunës nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore, ku kapën 6 kg heroin në një automjet. Punonjësit e policisë akuzohen se me mosveprime dhe në shkelje të ligjit nuk kanë ushtruar kontrolle ndaj automjetit ku ishte fshehur sasia e madhe e drogës. Në prangara edhe drejtuesi i automjetit, Valmir Balliu, i cili e kishte fshehur lëndën narkotike në një vend të ndërtuar enkas brenda makinës. Gjithashtu, gjatë operacionit u sekuestruan edhe 5 aparate celular, 256 fishek pistolete, 20 fishek armë gjahu, si dhe automjeti ku ishte fshehur heroina. Lënda narkotike, sipas policisë, kishte si destinacion shtetin fqinj, Greqinë. Hetuesit po verifikojnë celularin e shoferit Valmir Balliu, i cili besohet se ishte korrieri i një grupi kriminal që vepron mes Pogradecit dhe Korçës. Në telefon po shikohen të gjitha komunikimet e tij për të hedhur dritë mbi lidhjet me persona të tjerë që janë të përfshirë në trafik. Ndërkohë, Agjencia e Mbikëqyrjes Policore po zhvillon verifikime të mëtejshme për të parë nëse punonjësit arrestuar thjesht neglizhuan detyrën apo janë paguar për të mos e kontrolluar automjetin me heroin. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, do të dalë të hënën para gjykatës së apelit me kërkesën për ndryshimin e masës së sigurisë si dhe lirimin nga burgu. Seanca do të zhvillohet në orën 14 dhe gjyqtar është Engert Pollumbi. Përmes avokatëve të tij, kryebashkiaku Veliaj kërkon një masë më të butë sigurie, duke ofruar edhe garanci pasurore, pa përcaktuar një shumë duke ja lënë në vlerësim gjykatës. Erion Veliaj, përmes avokatëve, ka dërguar rekurs edhe në gjykatën e lartë për masën e sigurisë, por ende nuk është caktuar data e shqyrtimit dhe trupa gjykuese. Kryetari i Bashkisë së Tiranës u arrestua në 10 shkurt, pasi SPAK po e hëton për korrupsion pasiv në 9 raste si dhe pastrim parash. Mëngjesin e kësaj të diele në Tiranë, një 31 vjeçar është plagosur pas një konflikti me fëmijën e tij. Në orën 7:50 në zonën e Alliasit në kryeqytet, Korado Teodori, 38 vjeç, ka qelluar me armë në këmbë fëmijën e tij, Sandrino Baci. 31 vjeçari është dërguar me urgjencë në spital dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë që forcat e policisë po kontrollojnë të gjithë zonën për të kapur 38 vjeçarin Teodori, i cili qelloi me armë. Ende nuk dihen motivet për konfliktin mes dy fëmijëve, ndërsa grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes. Drejtori i ndërmarrjes së pastrimit në Vlorë si dhe 4 vartës të tij janë proceduar penalisht pas zjarrit që përfshiu ditën e shtunë fushën e mbetjeve. Ata akuzohen për shpërdorim detyre pasi nuk morën masa për shuarin e flakëve në kohë. 5 punonjës të Bashkisë Vlorë janë proceduar penalisht pasi dyshohet se kanë neglizhuar me detyrë në lidhje me zjarrin që përfshiu një ditë më parë, rreth orës 12:30, fushën e mbetjeve urbane në lagje 24 maj. Në akuzë janë Francesco Tozaj, drejtori i ndërmarrjes së pastrimit, Alpin Skëndaj, përgjegjës i bordit të kullimit, si dhe 3 manovratorë të këtij institucioni, Luanda Lipaj, Endrit Delaj dhe Daniel Islamaj.
Sipas policisë, këta punonjës nuk e realizuan siç duhet detyrën, pasi nuk morën masa në kohë për shuarjen e zjarrit, që erdhi si pasojë e temperaturave të larta, duke sjellë ndotje të konsiderueshme. Flakët ndërkohë shkaktuan një re të dendur tymi që u përhap mbi zonat përreth, duke krijuar shqetësim për banorët. Për situatën ka reaguar edhe kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dreta, i cili e cilësoi zjarrin si një ngjarje të përsëritur dhe të qëllimshme, që sipas tij synon dëmtimin e imazhit të qytetit në sezonin turistik. Ai ka kërkuar hetim të plotë dhe ndëshkim për të gjithë përgjegjësit, përfshirë edhe institucionet që duhet të kishin monitoruar situatën. Plazhet e Vlorës ishin plot këtë fundjavë me pushues vendas dhe të huaj, por shqetësim mbetet mungesa e vrojtuesve të kualifikuar që të ndërhyjnë në raste rreziku. Rritja e temperaturave ka shënuar zyrtarisht nisjen e plazhit në këtë fillim qershori, duke shfrytzuar dhe fundjavën e gjatë qytetarët kanë populluar plazhet. Por ajo që mungon në këtë nisje të sezonit janë vrojtuesit. Pavarësisht se ligji e detyron praninë e tyre në shumë pika të njohura turistike të Vlorës, mungojnë rojet e kualifikuara. Ka vrojtues? Nuk, s'kam parasion këtu. Është i nevojshëm vrojtues? Vetëm janë këto kullat që që janë 4 kunja këtu, mirë neve që dim notë edhe dalim, po më vjen keq për këta. Prandaj duhet jenë vëzhgësë këtu. Vrojtuesit nuk e di. Po sot a keni parë? Jo, sot sa kemi ardhur. A keni parë vëzhgues? Dhe tash unë s'kam parë. Turistët duhet të vënë në ky zgabim i bashkisë. Apo ai sti no, më zëjt utje. Kullat e vrojtimit janë të dëmtuara ndërsa incidentet janë gjithnjë më të shpeshta veçanërisht në plazhet ranore, ku pushues të papërgatitur për natë rrezikojnë jetën çdo ditë. Vetëm një ditë më parë, një 13 vjeçare rrezikoi të mbytet në plazhin e vjetër. Vëkumia e re që ka dalë thotë që vetëm strukturat që ofrojnë akomodim mund të kenë leje për ushtrimin e një stacioni plazhi privat. Kjo krijon një boshllëk të madh në pjesën e plazheve publike, të cilat janë pa vrojtues plazhi në këtë moment. Ndërkohë për Divi Gjatën, trajner sigurie në plazh, thotë se vrojtuesi është një profesion i domosdoshëm dhe nuk duhet neglizhuar në plazhe. Incidentet më të përhapura zakonisht janë në plazhet ranore, ku ne hasim edhe pjesën e brigjeve. Shumica e personave që humbin jetën apo kanë rrezikshmëri, le të themi, janë personat që nuk din not. Në plazhet ranore ata ecin për shumë metra dhe në momentin që ka ultësira ose ka gropa thice apo brigje që ulën, i zë paniku dhe krijojnë rrezikshmëri, le të themi. Krahas mungesës së vrojtuesve, shqetësim janë dhe mjetet lundruese që shpesh lëvizjen pranë vijës bregdetare duke rrezikuar pushuesit. Autoritetet kanë paralajmëruar se do të vendosin gjoba bashkëlqësit, por në terren zbatimi mbetet i kufizuar. Pushuesit të cilët kanë zgjedhur Vlorën për të kaluar këtë fundjavë janë përballur me trafik të rënduar. Zona më problematike sa i takon qarkullimit ishin lungomare si dhe rruga transballkanike. Rritja e ndjeshme e numrit të vizitorëve që kanë zgjedhur Bregdetin për të pushuar ka ndikuar në rëndimin e trafikut rrugor. Edhe në lungomare dhe në rrugën transballkanike ka pasur forca të shtuara të policisë rrugore si dhe të rendit, të cilat janë angazhuar për të lehtësuar lëvizjen dhe për të mbajtur situatën nën kontroll. Por tashmë që sezoni turistik ka nisur për qytetin e Vlorës, pritet që edhe në fundjavat e ardhshme pushuesit të përballen me po të njëjtën situatë. Në vitin që lan pas, numri personave që bëjnë 2 apo më shumë puna arriti në 35.000. Kjo shifër është gati 50% më pak krahasuar me vitin 2020. Ekspertë të fushës thonë se individët po shfrytëzojnë hapësirat ligjore për të shmangur detyrimin e taksave, por jo vetëm. Shkak ndërkohë është edhe emigrimi. Vit pas viti numri të 2 punësuarve që kanë për detyrim të deklarojnë të ardhurat për efekt tatimi ka ardhur në rënje. Nga 124.000 shqiptarë që deklaruan të ardhurat për vitin që lan pas, 35.000 prej tyre ishin të 2 punësuar. Nëse do të referohemi të dhënave në vitin 2021 që i korespondojnë të ardhurave të vitit 2020, zyrtarisht ishin 68.000 të 2 punësuar, por kjo shifër në vitin që lan pas ka rënë me gati 50%. Ekspertët e fushës kanë disa argumenta për këtë situatë. Në radhë parë janë njerëzit të cilët punësojnë, janë të 2 punësuar, pra njerëzit që punojnë fort në përgjithësi kanë filluar edhe të largohen nga Shqipëria. Një arsye tjetër është që një pjesë e të 2 punësuarve
në kuadrin e ligjit të ri, janë ambientuar në ligjin e ri, kanë filluar të shohin hapësirat e mundshme ligjore dhe i kanë shfrytzuar këto hapësira ligjore duke titërsuar formën e tyre të aktivitetit ekonomik nga të dy punësuar në biznese të cilët dëshojnë fatura. Një arsye tjetër mund të jetë edhe fakti që tatimi është i lartë. Paralelisht, ekspertët janë të mendimit se duhet të ketë një progresivitet edhe më të madh në drejtim të kufirit të pagave apo në rishikimin e normës së tatimit. Dhe gjithë vendet e Evropës ka një sistem progresiv për taksimin e pagave. Nuk është se sistemi progresiv nuk ekziston. Dhe gjithmonë të dy punësuarit kur kalojnë skedulet e tatimit, se rezultati i bashkimit të pagave, eventualisht paguajnë një gjë plus. Nuk është se nuk ndodh një gjë e tillë nëpër vendet e Evropës. Dhe sistemi tatimor mund të rregullohet në këtë pikë për shembull duke rritur 200.000 lekë, duke bërë pak më të lartë, ose për mendimin tim duke e zvogluar 23%, jo në nivelin 23%, por deri në nivelin 15-16%. Këtë vit 124.000 individ deklaruan të ardhurat e tyre. Sipas ekspertëve, kjo shifër konsiderohet e ulët, pasi numri i qytetarëve me të ardhura vjetore mbi 1.2 milion është edhe më i madh. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Bashkë të ndajmë këtu, natë e mirë.